Se nuk më intereson mënyra si e the, thash, pse e bëri ky, e kupto pa më lajmëru mu, ama pas e Mateo direkt më tha më prit. Ti je, ja thashë ditë malit, ti je me thonë njëri merri akullore me karamel, ti thu pse më tha me karamel dhe ku e kishte synimin. Ca gjëra zemrime nuk kanë as synim, as nevojë për shpjegim se nuk shpjegohen dot. E di. Megjithatë unë mbaj distancë nga kjo gjëja nga tani e tutje, në sens fjalësh e me radhë. Edhe për mua va bene në gjitha drejtimet. Nuk e mbarova. Kur unë e theti Juela ime, unë pash reagimin e këtyre nisa tu qesh, me veten time. Thash Stenaldo atëherë pas ka bo qëllimisht. Po qëllimisht e bërë. Këtë pra du me të thënë që unë, kur e them fillim, thash o bo që a tha. Po nuk ngela. Se jam nga ta burra unë që du një goca dhe I bi nga Kina, jo, mos qaj halën e asajti. E di o Stenaldo, unë me pasin njësi që shkon për te asajt, vit marë ty dhe ta them, edhe thuj qatë duarshin, ndash po, ndash jo, ndash, po nuk e kam atë. Pa ne kam thënë, do kisha dasht, ta kisha dasht. E kuptoj, po të lutem mundohem me më kuptu, si kur të kuptova unë ty. Fa bene. Pra në atë moment, ty të kuptojme nëse po në 10 sekundat e para, thash, që tha, kur u qunë këta, atëherë e kuptova e pas ka bo qëllimisht për loj. Unë me të fyt ty nuk e bëj. Kash, I vetmi shqetësimi imi, është vetëm që unë mos të shifem nga publiku, sigur ajo që është të boj iluzione këti djali. Publiku këtu e ka sy, s'ki më rakë se nuk mi bëndë dhe shkolla. Jo ti, por... Asë, nemi dy karakteri që nuk vjen prej kësaj. Mund të bëj sikur... Jo, s'kepse, nuk mund të bësh Nuk e bëj, nuk shtirem. Loja ime nuk është në shtirje. Loja ime është me demasku ftyrat falso këtu mrena. Kjo është loja ime. Atë zë ta bërë, sepse unë, në atë bis, unë nuk erdha këtu dhe të shtirë aty dhe të mora për balë dhe tash ju e Vin tjertë të flasin për mua e për ty, të bëj komente, kur ka njerëz që kanë shku përpara këtu me situatë vetëm me krevat. Po pa tjetër, dikush me një krevat, dikush me një situatë përputhet nga para 3 muajsh, e ti prekesh për një fjalë? Unë nuk u preka, Stenaldo. Unë i kam thënë dhe malit malim, çfarë do të thënë pastaj? E pra, nuk jam prek fare, nuk u preka, vetëm nuk e kuptova qëllimin. Po çaj qëllimi o Juel, çaj qëllimi ishte mbas teje? Po pra, qëllimi është ka qëlloje. Dashnin të thonë Juela ime. Ka që cekët jam unë. Nuk je pra. Atëherë? Nuk je. Tani e kuptova. Tani e kuptova. Se kam kuptu tani se qa lloj thellësie ke ti. Jo, asun, o Stenaldo, më beso, në sekondat e para, thash, është imja, faleminderit